Drejtori shqiptar për datën 19 mars 2025 parashikohet të përshkohet në një mod i qëndrueshëm. Sipas parashikimeve, pritet një ditë me vranësira dhe rreshje të pakta shiu në disa zona të vendit. Temperatura minimale parashikohet të jetë -6 gradë Celsius dhe temperatura maksimale parashikohet të jetë 13 gradë Celsius. Era pritet të frymë me drejtim nga jugperëndimi me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 15 metra për sekond, çka do të bëjë të krijojë ndallgëzime 2 deri në 4 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 3 deri në 12 gradë Celsius, Kukës 0 deri në 8 gradë, Peshkopi -2 deri në 7 gradë Celsius, Tiranë 2 deri në 12 gradë, Durrës 2 deri në 11 gradë Celsius, Kavaj 2 deri në 12 gradë, Elbasan 1 deri në 13 gradë Celsius, Berat 2 deri në 13 gradë, Korç -6 deri në 3 gradë Celsius, Vlorë 3 deri në 13 gradë, Gjirokastër -2 deri në 8 gradë, Sarandë 3 deri në 11 gradë Celsius,